Jam Tabina Latife, jam anëtare organizatës Institutit për Kërkime Rinore. Njëherët jam ligjëruese e kursit humanitare veror. Ky kurs u bë për qëllime humanitare, në mënyrë që prindërve me ju ndihmu sa do pak që fëmijët e tyre me mësu anglisht për shkak se nuk kanë kushte mjaftueshme për me i viju në për kurse. Gjatë kësaj kohë që kemi punu me nxënësat kanë qenë shumë të interesu për me mësu anglishtën, ja kemi kalu mirë. Jam Albana Shabani, jam anëtare e Institutit për Kërkime Rinore, po ashtu jam edhe ligjëruese në kursin veror humanitar, i cili është organizuar me idenë e Irina Shavullit si dhe me përkrahjen e Institutit për Kërkime Rinore. Ky është një kurs i cili është organizuar për të ndihmuar edhe prindve, për të dërguar fëmijët e tyre, ata të cilët nuk kanë kushte të mjaftueshme. Kurs i cili ka filluar qetëria dhe jemi mjaft të kënaqur me arritjet e nxënësve si dhe me përkushtimin e tyre për gjuhën angleze, e cila është mjaft e nevojshme. Tjetër projekt humanitar i Institutit për Kërkime Rinore. Ideja ishte disa autorë, por gjithsesi edhe përkrahjen e kryesisë Institutit për Kërkime Rinore. Projekti u quajt kursi humanitar veror i gjuhës angleze dhe kishte për qëllim dhënien e historive të gjuhës angleze për fëmijët që nuk kanë mundësi. Unë jam Donat Hakiqi, jam në mëdhëqar, jam duke vijuar kursin e gjuhës angleze humanitare dhe kështu ne mësuam më shumë gjëra të gjuhës angleze dhe kështu ne jemi dalë të shumë të shkëlqyer nga mësuesit tona, nga Albana Shabani dhe Albenita Latifi. Ne mësuam më shumë gjëra që nuk e kemi ditur edhe ne kështu jemi dalë shumë të kënaqur me mësuesit. Ideja e projektit ka lind kur e kemi vrejt gjendjen ekonomike të njerëzve dhe gjithashtu nivelin e arsimit gjuhës angleze për njohurinë e gjuhës angleze të fëmijët të moshës 8 deri në 11 vjeç. Atëherë mendova që të formoj një kurs humanitar. E propozova idenë te bordi drejtues i Institutit për Kërkime Rinore. Ata e pëlqyen dhe e mirëpritën idenë dhe gjithashtu më ndihmuan shumë për realizimin e kësaj ideje. Filluam të vizituam shkollat, të bisedonim me drejtor dhe psikolog dhe e pëlqyen shumë idenë dhe gjithashtu na ndihmuan me selektimin e fëmijëve. Ata e seleksionuan fëmijët me pëlqimin e prindërve të tyre. Latife, jam anëtare e Institutit për Kërkime Rinore dhe po ashtu jam ligjëruese e kursit humanitar veror. Ky kurs është organizuar me qëllimin që fëmijët të përvetsojnë sa më shumë gjuhën angleze. Ne jemi në javën e tretë të këtij kursi dhe shihen arritjet e fëmijëve të cilët e vijojnë këtë kurs dhe ne jemi shumë Jona Sadiku, jam 11 vjeçare, unë do të dalë në klasë të gjatë. Unë jam duke vijuar në kursin veror humanitar, i cili është organizuar nga Instituti për Kërkime Rinore. Mësuesit i kemi të shkëlqyera dhe jemi të kënaqura me arritjet e tyre dhe me arritjet e jam 15 vjeçare, jam anëtare e Institutit për Kërkime Rinore edhe gjithashtu jam ligjëruese e kursit humanitar veror. Me fëmijë kam qenë njerëz anglisht e kënaqur, kanë qenë aq të talentuar dhe kanë qenë shumë të interesuar për të mësuar kursin e anglishtës. Për Kërkime Rinore është një organizatë e trive, e cila fokus për me rini dhe bazë projekteve cilat ne zhvillojmë të ndikojnë pozitivisht tek tri. Tashmë Instituti përmbush se i plotson 2 vjet që nga data themelimit të saj dhe që nga 2 vjetorit që do të thonë nga viti i parë të themelimit ne kemi zhvilluar shumë projekte ndryshme dhe projektet tona kanë si qëllim primar që të kemë ndikim pozitiv, edukativ dhe argëtues tek trinj. Instituti për Kërkime Rinore do të thonë ka modulin e vet të zhvillimit të projekteve. Projekte zhvillohen në modulin Buy Youth for Youth, që bie se projekte zhvillohen nga të rinjt për të rinjt. Tash anëtarët e institutit tonë zhvillojnë projekte dhe përfituesit ose ata që marrin pjesë në këto projekte po ashtu janë rinia, do të thonë nga rinia për rini. Projekti i radhës që instituti ka përfundu quhet kursi humanitar i gjuhës angleze. Është një kurs i cili ja vlen të përmendet, për shkak se ka më se 2-13 anëtarë të organizatës sonë kanë bërë vullnetare dhe kanë ndihmu në realizimin e këtij projekti. Projekti në fjalë ka një ndikim shumë pozitiv
gjuhë angleze me pjesë ndryshme kreative dhe punë kreative, që mësimi i gjuhës angleze të jetë sa më i lehtë për këto mosha dhe duhet të admirohet puna e anëtarëve të organizatës, sepse mësimi i gjuhës angleze për këto mosha të reja do të ketë ndikim pozitiv, për shkak se një ditë ditësh ose në tarë në afër këto mosha të reja do ta marrin edhe udhëheqjen e vendit dhe ne do të jemi si udhëheqës për këto mosha që të shërbejmë atyre sa më mirë dhe të jemi shembull. Instituti për kërkime rinore çdo herë e më shumë është duke zhvilluar projekte të ndryshme që të mund të dobi të rinjësuar. Projekti i radhës është dedikuar atyre fëmijëve që kanë aftësi dhe aspirata, por jo kushte materiale të perfeksionohen dhe të zgjerojnë njohuritë e tyre. Projekti është fokusuar në zgjerimin e njohurive të gjuhës angleze dhe ka pasur punë kreative varësisht nga orët mësimore. Projekti në fjalë është investim i IKR-s për të ardhmen e vet. Unë jam Vanessa Përvetica dhe jam nxënëse në këtë kurs. Unë po vazhdoj të mësoj shumë gjëra që si dija. Falenderoj së pari mësuesët e mia që ato bëjnë sa mundën që ta na mësonin. Unë falenderoj dhe Institutin për kërkime rinore që na kërkime rinore ka bërë mja projekte të shkura. Projekti me rinjësoj është kursi humanitar i gjuhës angleze. Ky kurs u bë për fëmijët që nuk kanë mundësi të vijnë kurse me pagesë. Kanë qenë prapësisht rreth 150 nxënës të moshave të ndryshme dhe të shkollave të ndryshme, sa të kanë bërë një punë mjaft të mirë, mjaft të kënaqur me ta, si me nxënës të ashtu dhe me ligjërues.